ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Dashur vëllezër, sonte do të shpjegoj një hadith tjetër, hadithi i Ebu Hurajrës radhiyallahu anhu. Ebu Hurajra radhiyallahu anhu, Abdulrahman ibn Sakhr, tregon se ka dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thënë: "Ma nahaytukum anhu fajtanibuhu, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Fa innama ahlaka man qablakum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim." Kam dëgjuar pra Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, Abu Huraira tregon, kam dëgjuar Muhamedit sallallahu alaihi wasallam duke thënë: "Diçka që ua kam ndaluar, hiqni dorë prej saj. Hiqni dorë prej gjërave që ua kam ndaluar. Gjërat që u kam urdhëruar për to, bëjeni sipas mundësisë. Dhe ruhuni nga kundërshtimi, mos pranimi i çështjeve dhe gjërave që që ka sjell Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ky është kuptimi. Sepse ata që ishin para jush u shkatruan për shkak të pyetjeve të shumta që u bënë pejgamberëve në formë kundërshtimi dhe mospranimi, dhe kundërshtime që treguan ndaj pejgamberëve. Po e përsëris edhe një herë hadithin. Gjërat që u kam ndaluar, hiqni dorë prej tyre. Gjërat për cilat ju kam urdhëruar, zbatojeni sipas mundësisë. Dhe ruhuni nga kundërshtimet, sepse ata që ishin para jush shkatruan pyetje të shumta dhe kundërshtimet që u bënë pejgamberëve. Hadithin e sjell Buhariu dhe Muslimi në dy sahihat e tyre. Kush është transmetuesi i këtij hadithi? Ebu Hurajra, Abdulrahman ibn Sakhr. Ebu Hurajra, një transmetues shumë i njohur, madje transmetuesi më i njohur. Një transmetuesi më i madh i haditheve të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Emri i tij është Abdulrahman ibn Sakhr, por njihet më shumë me kunjen Ebu Hurajra. E ka pranuar Islamin në vitin e 7 të Hijretit. Që nga momenti ku pranoi Islamin, derisa vdiq pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, domethënë ka shoqëruar rregullisht Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe ka mësuar hadithe prej tij. Ndërkohë që shokët e tij të Muhamedit alayhi salatu wasalam merreshin me bujqësi apo me pemët ose me blegtori, Ebu Hurajra radhiyallahu anhu shkonte dhe dëgjonte me vëmendje Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në xhami. Ndaj ka dëgjuar dhe gjëra që nuk i ka dëgjuar shokët e tjerë të Muhamedit alayhi salatu wasalam, dhe ka mësuar përmendër gjëra që nuk i mësuan shokët e tjerë të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam.
Ebu Hurajra radhiyallahu anhu ka treguar se kanë gjuar për Muhamedit alayhi salatu wasallam gjërat që nuk i kanë gjuar njerëzit e tjerë. Në një hadith ai thotë: "Inna an-nasa yaquluna akthara Abu Hurajra." Njerëzit thonë se Abu Hurajra radhiyallahu anhu po sjell shumë hadith nga pejgamberi. Po transmeton shumë. Por sa vëllezërit e mi prej muhaxhirëve qenë të angazhuar me tregti. Në treg. Vëllezërit e mi prej ansarëve qenë të angazhuar me punë të bujqësisë dhe të pemtarisë. Wa amma Abu Hurajra فيشهد رسول الله فيحضر ما لا يحضرون ويحفظ ما لا يحفظون. Thot ndërsa Abu Hurajra radhiyallahu anhu shoqëronte Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe i mjaftonte të kishte vetëm për të mbush barkun, vetëm për të mbajtur veten gjallë, për të majsa, për të shuar urin. Dhe kështu thot mund merrja pjesë ndërkohë që ata nuk ishin pranishëm. Dhe unë thot mësoja ndërkohë që ata nuk kishin mundësi me mësu se nuk ishin pranishëm. Dhe dëgjoja për pejgamberit ato gjëra që ata nuk i dëgjonin. Mësoja përmendesh ato gjëra që ato gjëra apo ato hadithe të cilat ata nuk i kanë mësuar. Një ditë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Kush e shtri rrobën?" Derisa unë mbaroj bisedën, edhe pastaj ta mbledh nga vetiu, nuk ka për të harruar këto gjëra që unë do t'i them. Dhe thotë Abu Hurajra, unë e shtriva rrobën. Kur mbaroi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mblodha rrobën nga vetiu dhe nuk harrova asgjë nga fjalët që tha ditë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Në një hadith tjetër përmendet se Abu Hurajra është ankur ke Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ka thonë dërguar i Zotit, unë gjej shumë gjëra për te, po i harroj. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha shtrije rrobën, e shtriu, mori pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me grusht aty, dhe pastaj sa tani mblidhe, mlodhi, dhe thotë që nga kjo moment unë nuk kam harruar më. Pra Muhamedi sallallahu alaihi wasallam bëri lutje për Abu Hurajrën që të mos harronte gjë. Dhe kujtesa e fortë e Abu Hurajrës radhiyallahu anhu ka ardhur shkatlutjes që bëri vërtet i dërguar i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Muhamedi alaihi wasallam i lut Allahut që Abu Hurajra t'i mbante mend gjërat dhe kështu Abu Hurajra nuk e harronte. Mund të themi se memoria e fortë e Abu Hurajrës, kujtesa e tij e mirë, është një prej gjërave të jashtëzakonshme, është keramet për Abu Hurajrën, po edhe një mrekulli e Muhamedit alaihi wasallam, se këtë kujtesë të fortë ai e pati për shkak lutjes që bëri për të Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurajra radhiyallahu anhu ka transmetuar një numër të madh hadithesh. Në librat e hadithit gjenden 5374 hadithe të transmetuara nga Abu Hurajra. Domethënë është transmetuesi më i madh i haditheve të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ndonse ka pranuar Islamin siç e thamë në vitin e 7 të Hijretit. Abu Hurajra radhiyallahu anhu ka vdekur në vitin 57 të Hijretit në Medinë. Kënaqësia e Allahut të lartësuar qoftë mbi ta. Ky hadith është një prej bazave të fesë. Tregon se duhet të dëgjojmë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, të ndjekim urdhrat e tij dhe të dorëzohemi asaj që solli Muhamedi sallallahu alaihi wasallam pa kundërvënie, pa kundërshtime. Hadithi gjithashtu tregon se kundërshtimi i pejgamberëve sjell shkatrim, sepse popujt e kaluar i shkatroi kundërshtimi i pejgamberëve sikur se përmendet në hadith. Nëse na ndalohet diçka, duhet heqim dorë prej saj. E nëse urdhërohemi për diçka, atëherë ta kryejmë atë sipas mundësisë. Fillojmë me shpjegimin e hadithit. Kush është shkaku i shpalljes së tij? Kush është shkaku që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë këtë hadith? Vetë Abu Hurajra që është transmetuesi i këtij hadithi ne ka thënë edhe shkakun
sikur se shënohet në Sahihun e Muslimit, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është thuar dhe ka ligjëruar duke thënë: Ejuha nas, inna Allahe farada alaikum al-hajja fa hujju. Sa o njerëz, Allahu lartësuar ju ka bërë detyrë të kryeni haxhin. Prandaj tha, shkoni në haxh. فقام رجل فقال في كل عام يا رسول الله përçohet një burr edhe thot a çdo vit e kemi detyrë të kryejmë haxhin o i dërguari i Allahut. Muhamedi alayhi salatu wasalam heshti e përsëriti pyetjen prap. Pejgamberi heshti e përsëriti për tretë, përsëri Muhamedi sallallahu alaihi wasallam heshti. Por në herën e tretë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam tha: "Law kuntu na'am la wajabat wa lam istata'tum." Sikur të kisha thënë po, do të bëhej detyrë haxhi dhe nuk do kishit mundësi, do të bëhej detyrë që ta kryenit haxhin në çdo vit. Dhe nuk do kishit mundësi. Pastaj tha: "Dharuni ma taraktukum alayh." Tha: "Mjaftohuni më sa u kam dhënë. Dhe mos pyesni për më tepër. فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم." Njerëzit para jush i shkatruan pyetjet e shumta dhe kundërshtimet ndaj pejgamberëve. Wa amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Gjërat për të cilat ju kam urdhëruar, kryejini sipas mundësisë. وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. Dhe gjërat që u kam ndaluar, hiqni dorë prej tyre. Ndalesat. Feja islami ka ndaluar ca gjëra. Por gjërat që janë ndaluar në fe ndahen dy llojesh. Gjërat e ndaluara në mënyrë kategorike, ala sabilil hatmi wal ilzam. Këto janë haramet. Siç është konsumimi i pijeve dense, immoraliteti, vjedhja, kamata, gënjeshtra e tjerë. Njeriu për largimin nga gjërat e ndaluara merr problem nëse largohet për hir të Zotit, duke zbatuar urdhrin e Allahut. Ndërsa për veprimin e tyre merr gjunah. Ka gjëra që i ka ndaluar shariati, po jo në mënyrë kategorike, dhe ato quhen të papëlqyeshme, mekruhe. Gjëra që janë mekruh. Siç është për shembull gjumi para jacije ose biseda pas jacije nëse nuk është e nevojshme. Në hadith përmendet se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kana yakrahu an-nawma qablaha wal haditha ba'daha. Muhamedi alayhi salatu wasalam nuk e pëlqente gjumin para jacije dhe bisedën pas saj. Nëse njëri nuk është duke biseduar pas jacije për një muhabet nevojshëm, siç është çështje diturie, në një hall apo diçka në dobi të umetit islam, atëherë nuk është e pëlqyeshme me bisedë, por duhet të gjumë. Po siç e tham, biseda mas jacije është e papëlqyeshme, jo haram. Se kështu thuhet në hadithin e Muhamedit alayhi salatu wasalam. Ndërsa humbja e kohës pas jacije dhe qëndrimi para ekranit televizorit duke pa haram është haram. Duke pa haram është haram. Nëse një do shoh diçka që është e lejueshme, po stacionet shqip nuk kanë gjëra të lejueshme. Po themi sigurisht shoh gjëra të lejueshme që nuk kanë ndonjë dobi, është e papëlqyeshme, siç tham. Qëndrimi nëpër kafene për bisedat kota është i papëlqyeshëm, siç u tha, aq më tepër që një pjesë atyre që madje shumica e atyre që nuk flen gjumë herët nuk e falin namazin sabahut në xhami dhe xhamat. Kjo është problem sepse dihet që ata të cilët e kanë afër xhamit e kanë detyrë që ta falin namazin me xhamat në xhami. Po të mos ndalemi shumë në këtë çështje, thjesht solla si shembull me fjalë që Muhamedi alayhi salatu wasalam nuk e pëlqente gjumin para jacije dhe bisedën pas saj. Ka gjëra që janë ndaluar në mënyrë kategorike, këto janë haramet.
Dhe për këtyre gjërave duhet më heq dorë, duhet më largu prej tyre. Ka gjëra që janë ndaluar jo në mënyrë kategorike, dhe ato janë gjërat e papëlqyeshme, janë mekruh. Nëse shariati diçka e ka bërë haram, atëherë duhet me heq dorë prej saj. Nuk lejohet me vepru veçse në rast domosdoshmërie. Përderisa nuk ka domosdoshmëri, atëherë duhet me heq dorë prej harameve. Sepse Muhamedi alayhi salatu wasalam ka thënë, nëse unë u ndaloj diçka, atëherë hiqni dorë prej saj. Pastaj thot, nëse ju ka urdhëruar për diçka, bëheni sipas mundësisë. Detyrat fetare kryhen sipas mundësisë. Urdhrat ndahen dy llojesh. Urdhra të prerë, cilët janë dispozita obliguese, siç janë detyrat, namazi, shtyllat e tjera të Islamit, respekti për prindërit, mbajtja drejtësi, shpenzimi për njerëzit e familjes, cilët i ke në varësi. Këto janë detyra fetare, duhet me i kryer. Dhe kush nuk i kryen ato, merr gjuna. Detyrat fetare, kush i kryen për hir të Allahut, si në zbatim të urdhrave të Zotit, merr shpërblim. Edhe kush nuk i kryen, merr gjuna, quhet gjunaqar. Ka edhe urdhra të cilët nuk janë kategorik, nuk janë dispozita obliguese, por janë të pëlqyeshëm. Kush i kryen, merr shpërblim. Për hir të Allahut, kush i kryen, merr shpërblim. E kush nuk i kryen, nuk merr shpërblim. Por nuk merr gjuna. Siç janë për shembull sunetet. Sunetet e namazeve, para dhe pas namazit ka sunete. Këto janë punë të pëlqyeshme. Mizvaku, përdorimi i mizvakut është sunet. E tjerë. Hadithi thot: "Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Nëse ju urdhëroj për diçka, bëjeni sipas mundësisë. Nëse ke mundësi me e bë një detyrë, atëherë duhet ta bësh. E nëse nuk ke mundësi, atëherë bie se ke detyrë me e bë. Për shembull, nëse ke mundësi të falesh në këmbë, namazin farz nuk lejohet me fal ulur, se ke mundësi të rish në këmbë. E në qoftë se njeriu është i smur dhe nuk rri dot në këmbë, lejohet falet i ulur. Nëse për shkak të smundjes nuk rri dot edhe i ulur, lejohet falet i shtrirë. Pa ka bënë lehtësim shariati. Prandaj Muhamedi alayhi salatu wasallam ka thënë në hadith: "Salli qa'iman, fa in lam tastati' fa qa'idan, fa in lam tastati' fa 'ala al-janb." Falu i ulur, nëse nuk mundesh, atëherë falu në këmbë, nëse nuk mundesh falu i ulur, nëse nuk mundesh atëherë falu në një anë i shtrirë. Në ky hadith mësojmë se kur shariati urdhëron për diçka, nëse nuk ke mundësi ta bësh, kjo detyrë bie. Dhe faktikisht nga ky rregull nuk përjashtohet asnjë detyrë. Nëse shariati ka dhënë një urdhër dhe njeriu nuk mundet ta bëjë atë, atëherë nuk e ka detyrë dhe nuk merr gjunah për mos kryerjen e tij. Allahu i Lartësuar ka thënë në Kur'an: "Fattaqullaha mastata'tum." Keni frikë Allahut sipas mundësisë. Po jap një shembull tjetër. Ka një hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që thotë: "Kush falet vetëm pas rreshtit, nuk i quhet namazi kot. La salata li munfaridin khalfa as-saff." Po nëse njeriu vjen në xhami dhe rreshti është plotësuar, si do veproj? A të rinë presit vinë në njëri, apo të vinë dhe qoftë dhe vetëm në rreshtin vijues? Duhet lidhet. Sepse ky njeri nuk ka pas mundësi me hyrë në rresht. Nëse hadithi që thotë se nuk i quhet namazi atij që falet vetëm pas rreshtit, bën fjalë për atë njeri që ka mundësi me hyrë në rresht edhe falet vetëm. Këtij njeri nuk i quhet. Nëse njëri që vjen në xhami dhe nuk gjen vend rresht, edhe i vjen që të falet vetëm as rreshtit, ky ka kryer detyrën, ka bëj sa mundej. Dhe Allah nuk ka ngarkon njeriu me përgjegjësi për atë që nuk mundet me e bë dot.
rrjedhimisht namazit i quhet stat, qoftë edhe kur falet i vetëm. Prandaj thot Allahu në Kur'an, fattaqullaha mastata'tum. Keni frikë Allahut sipas mundësisë. Domethënë, ruhuni dënimit të Allahut në zbatimin e urdhrave dhe largimin nga haramet sipas mundësisë. Ke mundësi me zbatu një urdhër, e ke detyrë me zbatu. Dhe po nuk e zbatuar me gjëra. Nëse nëse nuk ke mundësi me bëj detyrë apo me u larguar për një pra nëse nuk ke mundësi me kryer një detyrë, atëherë nuk merr gjëra sepse s'ke mundësi. Bazuar në këtë hadith Muhamedi alayhi wasallam, nëse i urdhërojmë diçka bëjeni sipas mundësisë, dietarët kanë përmendur edhe një rregull tjetër. Në qoftë se el meysuru la yasqutu bil ma'sur. Në qoftë se ke mundësi të bësh diçka për një detyrë, nuk lejohet me e lënë gjithë, nëse mund të kryhet ajo pjesë që e ke të mundur. Për shembull, një person ka ujë për të larë disa gjymtyr të abdesit dhe jo të gjitha gjymtyrët të abdesit. Aq ujë ka, s'ka më tepër. Tani me qenë se nuk ka mundësi, nuk ka ujë për të larë gjitha gjymtyrët të abdesit. A duhet marrë tejemmum edhe ta lënë fare këtë ujë me qenë se është i pamjaftueshëm për ta marrë të plot abdesin, apo të marrë ai sa mund të lajnë. Mund të lajnë ai sa mundet për gjymtyrëve të abdesit. Gjëja është të lajë ai sa mundet, sepse rregulli thotë el meysuru la yasqutu bil ma'sur. Për shembull, një person ka ujë sa për të la fytyrën, për të la gojën, hundën në fytyrën. S'ka për të la duar dhe mbylla, dhe as për të dhënë mes kokës, dhe për të la kamë dhe në kyçe. Si ti themi laje gojën, hundën në fytyrën. Se lëm pa e la, se ke mundësi ka gjamë me bo. Japëm një shembull tjetër. Një person ka mundësi me e paksu të keqen, jo me eliminu të gjithë. E ka detyrë që ta paksoj. Kur nuk ke mundësi me eliminu një të keqe të gjithë, duhet me paksuar ata. Mund të ndodhë, për shembull, që njeriu të jetë mes dy mundësive, ose ta lënë haramun dhe të keqen siç është, ose të heqë një pjesë të tij. Nëse me hequr gjithë nuk mundet. Në këtë rast do të heq ai sa mundet. Për shembull, një person ka të bëjnë me pasuritë e muslimanëve. Është një detyrë ku abuzohet me pasuritë e muslimanëve dhe merret për shembull gjitha, dhe nuk u jepet gjë muslimanëve. Ky ka mundësi që të shpëtojë një pjesë të kësaj pasurie të muslimanëve, po jo të gjithë. A lejohet ta shpëtojë një pjesë? Nëse nuk mundet me shpëtuar të gjithë, lejohet. Më mirë me paksu të keqen në këtë rast, se sa me lejuar që të ndodhte gjithë e keqja. Më mirë muslimanët të fitojnë një pjesë pasurisë tyre, se sa të mos fitojnë as pak. E tjerë. Marrim një shembull tjetër. Hadithi e pejgamberit thotë: "As-sawmu yawma tasumun wal fitru yawma tufṭirun wal adha yawma tudahhun." Thotë agjërimi kryhet atëherë kur njerëzit fillojnë agjërimin. Agjërimi pra fillon atëherë kur në ditën kur njerëzit fillojnë agjërimin. Fitër Baram bëhet atëherë kur ju bani fitër Baram, dhe kur bën Barami është në ditën kur ju bani Kurban Baram. Në ky hadith kuptohet dhe mësohet se muslimanët duhet që agjërimin ta fillojnë bashkë, fitër Baramin ta bëjnë bashkë dhe Kurban Baramin ta bëjnë bashkë në një ditë dhe jo veç e veç. Por ky urdhër do zbatohet sipas mundësisë. Kjo detyrë fetare që muslimanët ta fillojnë agjërimin në një ditë, fitër Baramin ta bëjnë në një ditë, Kurban Baramin ta bëjnë në një ditë, do të bëhen sipas mundësisë.
Në rast se muslimanët e një vendi nuk kanë mundësi që të bashkohen me muslimanët e vendeve tjera, të paktën nuk duhet lënë detyrën e bashkimit në vendin e tyre, sepse ajo që është e mundur nuk duhet që të lihet pas dore dhe të mos kryhet për shkak të asaj pjesës tjetër që është e pamundur. A kuptuat? Allahu ka thënë në Kur'an, "Keni frikë Allahut sipas mundësisë." Muhamedi alayhi salatu wasallam ka thënë, "Nëse unë ju urdhëroj për diçka, bëjeni atë sipas mundësisë." Kështu për shembull, ne si individ, si vëllezër musliman, kemi mundësi të bashkohemi xhamatet në vendin tonë, në ditën e fillimit të Ramazanit, në Fitr Bayram dhe Kurban Bayram, dhe domethënë kaç kemi mundësi ne me zbatu hadithin. Kemi mundësi më tepër të bashkojmë për shembull gjithë muslimanët e vendit tonë në vende të tjera. Nuk është në dorën tonë kjo mundë, se kemi ne këtë mundësi. E ka tjetër kush të mundësi. Ne kemi mundësi ka gjë, të bashkohemi xhamatit tonë. Dhe ne e kemi përgjegjësi, e kemi detyrë ta zbatojmë kaq sa mundemi hadithin. Dikush do të thotë, "O mira, nuk është detyrë që muslimanët e Shqipërisë bashkohen muslimanët e vendeve të tjera, po detyrë është." Po ne se kemi këtë mundësi, e ka dikush tjetër këta. Dhe për to është ai përgjegjës para Zotit. Ne kemi shkarkuar veten nga përgjegjësia, nga detyra jonë. Pse? Se kemi bëj sa mundemi me bashku muslimanët e vendit. Nëse muslimanët e vendit e ka detyrë përfaqësia ose autoriteti që shpall fillimin e Ramazanit, Fitr Bayramin dhe Kurban Bayramin, pra e ka detyrë që t'i bashkojë me muslimanët e vendeve tjera. Dhe nëse nuk e bën këtë, është gjunaqar para Allahut të lartësuar. Pra ky urdhër, kjo detyrë zbatohet sipas mundësisë. Bazuar në këtë hadith, dietarët kanë thënë se largimi të këqijave dhe dëmeve ka përparësi ndaj sjelljes së të mirave apo arritjes së dobive. Pra, nëse nuk mund të realizohen të dyja, edhe arritja e një dobie, edhe largimi i një dëmi, atëherë thonë dietarët bazuar në këtë hadith, më mirë të largojmë dëmin, edhe nëse nuk e arrin atë dobin që ne synojmë. Mund ndodhin gjëra të dëmshme. Për shembull, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam doshte me e rindërtu edhe një Kaben me etu sipas themeleve të Ibrahimit alayhi salatu wassalam. Mirë po, nëse do ta bënte këtë gjë, do ndjeheshin keq ose do të mendonin keq banorët e Mekës, të cilët ishin fillestarë në fe, sa po kishin hyrë në Islam. Dhe që ata të mos mendonin keq, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e la Kaben ashtu siç është dhe nuk e ndryshoi themelët e saj. Kjo përmendet në një hadith në Sahihun e Bukharit. Pra ishte një gjë e pëlqyeshme, një gjë e mirë, një dobi. Ndryshimi i themeleve të Kabes dhe ndërtimi i saj sipas themeleve të Ibrahimit alayhis salam. Është një pjesë e Kabes që është lënë jashtë saj. Po ta shikoni, është ajo brinja. Rrotull Kabes është lënë jashtë. Kjo është një dobi, më thënë. Pejgamberi e la këtë dobi pse që të mos ndodhte ajo keqja. Mendimi i keq i fillestarëve në fe për Islamin, për pejgamberin, për muslimanët. Në rregull? Ja, pra kemi rastin kur nuk mund bashkë të dyja. Edhe të arrijë kjo dobi, edhe njerëz mendonin mirë për pejgamberin, për Islamin, edhe njerëzit rënjoseshin në Islam. Kështu që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në këtë rast i dha përparësi largimit të dëmit. Që këta njerëz të mos ikin nga feja, po të rënjoseshin fe. Këta njerëz mos mendonin keq për Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, po të mendonin mirë e kështu me radhë. Japim një shembull tjetër. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dikush i thotë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, a nuk jep leje që t'i heq kokën këtij Abdullah ibn Ubay ibn Salul, ishte kreu munafikëve, që fliste kundër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, madje ai mori përsipër për hapjen e shpifjes kundër nënës së besimtarëve Aisha radhiyallahu anha.
Dhe njëri nga shokët e pejgamberit thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, a nuk më jep leje që t'ia heq kokën këtij robit, këtij munafikut? Muhamedi sallallahu alaihi wasallam tha, unë nuk dua që njerëzit të thonë se Muhamedi alayhi salatu wassalam vret shokët e tij. Pra, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk doshte që të hape imazh i keq për pejgamberin, Islamin dhe muslimanët. Nuk doshte që njerëzit të flasin keq, të mendonin keq. Imazhi ka rëndësi, dhe ne muslimanët duhet të interesohemi që të ruajmë imazhin e mirë, figurën e mirë. Sidomos kur është fjalë për punë lufte, për punë gjaku, për punë jete, punë pasurie, këto janë gjëra mjaft të ndjeshme ke njerëzit. Feja Islam është feja mëshirës, është feja paqes, është feja sigurisë. Dhe nëse njerëzit pranojnë Islamin, Islami garanton për ta jetë të gatshme, të rehatshme, siguri, qetësi, bollëk, mirësi. Këto janë pregtime që ka bëu Allahu në Kur'an dhe që përmendet në hadith e Muhamedit alayhi salatu wassalam. Pra është krejt e kundërt të asaj që mendojnë njerëzit. Pejgamberi pse nuk e vrau Abdullah ibn Ubay ibn Salul, edhe pse i kishte merituar që njerëzit mos mendonin keq, që të mos prishë imazhi i pejgamberit dhe i fesë islame i muslimanëve, e thoshin se Muhamedi alayhi salatu wasallam vret shokët e tij. Pra, kishte një interes, ishte eliminimi i këtij munafiku, ishte një detyrë, domethënë ekzekutimi i dënimit penal ndaj këtij munafiku, por nga ana tjetër ishte edhe një dëm, prishja e imazhit të pejgamberit apo prishja e imazhit të muslimanëve. Dhe pejgamberi nuk doshte që të mendonin keq njerëzit për pejgamberin dhe për Islamin. Nuk doshte të jepte të krijohej një imazh i tillë tek njerëzit. Pra largoi një dëm, një të keqe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kjo normale që ka mjaft raste, nuk përmendem mjaft raste në këtë kontekst. Por duhet kemi parasysh, kur e mira është e barabartë me të keqen, atëherë për përparësi largimit të keqes. Nëse nëse e mira është më e madhe dhe e keqja është më e vogël, atëherë në mënyrë që të realizojmë një të mirë më të madhe, lejohet që të pranojmë një të keqe më të vogël. Për shembull, e mira më e madhe është çfarë? Ruajtja e fesë, ruajtja e nderit, ruajtja e pasurisë, ruajtja e kështu me radhë. Dhe për këtë arsye, Shariati ka ligjëruar xhihadin, ku humbin jetën sa njerëz. Dhe kjo është gjë e hidhshme, është e dhimbshme, humbja e jetës, humbja e pasurisë, me po ruajtja e pasurisë, që është ruajtja e fesë, që është interesi më i madh, ka përparësi. Prerja e dorës është gjë e hidhshme. Prerja e dorës hajdutit, flasim aty ku zbatohen ligjet e Shariatit. Por ruajtja e pasurisë njerëzve është një interes më i madh. Këto janë gjëra të cilat i ka përmendur Shariati në fjalë. Edhe ka shumë raste dhe shembuj që mund të jepen për këto. Nëse përplasen dy dëme dhe nuk mund të shmangen të dy, njëri prej tyre është më i madh se sa tjetri, lejohet që të pranojmë dëmin më të vogël që të shmangim rrezikun dhe dëmin më të madh. Për shembull, në qoftë se musliman nuk do të japë një shumë parash apo një shumë pasurie qafirave, rrezikojnë që qafirat vinë të pushtojnë vendin e muslimanëve, t'i masakrojnë, t'u prishin fenë, t'i robtojnë, t'u marrin pasurinë, t'u shnerojnë gratë e kështu me radhë. Pra është një humbje shumë e madhe. Dhe ndërkaq muslimanët nuk kanë takat, nuk kanë forca që të përballen me qafirat. Këtë gjë kush e përcaktojnë? E përcaktojnë dietarët, jo me dialektet. Dietarët e ummetit. Prandaj kanë thënë dietarët e ummetit si Elaiz ibn Abdus Salam, edhe të tjerë dietarë të hershëm, të kohës tonë, për këtë që thonë se janë të shitë kështu me radhë. Flasim për dietarët e hershëm, edhe ata e kanë përmendur. Qofse muslimanët nuk munden të përballen me qafirat për shkak se janë dobët, në kushte domosdoshmërie kanë thënë lejohet që t'u japin pasuri qafirave. Madje të lidhën dhe një lloj marrëveshje me qafirat. Në vend që muslimanët marrin pasuri për qafirave, të marrin atë xhizjen, lejohet veprohet e kundërta në kushte domosdoshmërie. Në rrethana ku muslimanët nuk mbrojnë dot fen, jetën, pasurinë, nderin e kështu me radhë.
Pra janë dy dome. Një dom është me humb pasurinë, një dom tjetër është me humb fen, nderin, jetën, pasurinë dhe gjitha. Në këtë mes, ma mirë të humbin sa pasuri, ta marrin qafirat, se sa të humbin fen, jetën e të gjitha. Pra, është çështje e qartë edhe kjo. Në qoftë se nuk mund shmanget një dom i madh, vetë duke pranuar që të mos arrijmë një dobi të vogël për shembull. Atëherë duhet që shmangim domin e madh qoftë nëse nuk arrijmë dobin e vogël. Përmendim një shembull, tjetër më fjalë, që vlen përmendet, ndoshta jo për këtë rregullin e fundit, po për njërin për rregullat që i përmenda. Është përmendur nga Ibn Taymija, Allahu më shëroft. Këtë ka treguar Ibn Qayyim. Ibn Taymija shkon me nxënësit e tij, kalon pranë disa ushtarëve më mongol, të cilët ishin duke pi alkol. Edhe nuk i luan, ikën. Ibn Taymija zakonisht kur shikonte njerëz duke bëu haram i ndalonte. Shau po të ishin duke pi alkol, u aderte gozët e alkolit, kupën, enën e alkolit, edhe i ndalonte në këtë gjë. Po këta nuk i lujti fare, ikën. I thonë, pse nuk veprove? Tha, kjo që përbojnë në ta është më e vogël se sa të qohen të derdhin gjakun në ndonjë muslimoni, të përdhunojnë ndonjë muslimone e kështu me radhë. Se këta nëse nuk merren me këtë haram, merren me punë tjera që janë më të zeza. Prandaj tha i lash këtë punë që mos merren me tjera që janë më të zeza edhe më të rënda. Hadithi ka përmendur dhe shkakun pse janë shkatëruar popujt e hershëm. Edhe për shkak pyetjeve të shumta dhe kundërshtimit që kanë bërë ndaj pejgamberëve. Pyetjet. Kur janë pyetjet ndaluara? Përmendim disa raste. E para është pyetja për gjëra të cilat nuk e ka përmendur dispozitët e tyre shariate, për gjëra të cilat nuk kanë ndonjë përcaktim shariat. Pyetja për gjëra të tilla në kohën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam nuk lejohej, përderisa shariati kishte heshtur, domethënë nuk kishte shpallur ndonjë rregull për to, sepse ndoshta mund bëhej haram diçka, shkak pyetjes që bëhej, dhe vjeshin muslimanët pastaj në mundim e në vështirësi. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë një hadith tjetër, inna a'zama al-muslimina fi al-muslimina jurman, rajulun sala an amrin فحرم على المسلمين لم يحرم فحرم على المسلمين من أجل مسألته. Edhe njeriu që bën krimin më të madh ndaj muslimanëve është një njeriu që pyet për diçka e cila nuk ka qenë ndaluar dhe për shkak të pyetjes së tij u bëhet e ndaluar muslimanëve. Prandaj në kohën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, përderisa shariati kishte heshtur dhe nuk kishte përmendur që diçka është ndaluar, nuk lejohej që muslimanët pyetnin, sepse mund ndalohen për shkak të pyetjes së tij. Por ka thënë Imam an-Nawawi, Allahu më shëroft, kjo gjë vlen vetëm për kohën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Atëherë mund bëhen gjëra që nuk ishin ndaluara, mund bëhen ndaluara. Nëse pas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nuk mund të ndodhte kjo gjë. E dyta, rasti i dytë kur pyetjet nuk janë ndaluara, por janë papëlqyeshme. Kur njeriu flet për diçka që s'ka dobi, ose për diçka që nuk është e nevojshme. Aq më tepër kur përgjigjja mund të jetë edhe e hidhshme, mund të jetë e papëlqyeshme për pyetjen. Për shembull, siç tregohet në një hadith, njerëzit filluan ta pyesin shumë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ai sa pejgamberi u rëndua. Dhe thamë pyesni për çfarë doni. Se e pyetën shumë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u prek në pyetjet e shumë që më vonin, edhe ta pyesni për çfarë doni. Çohet i burrë dhe thotë kush është babai im. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sa babai jot është Hudhafa. Çohet tjetër dhe thotë kush është babai im. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha Salim Musa Shayba. Kur e tepruan me pyetje pejgamberi unë e vrikos shumë. Te Omer radhiyallahu anhu tha Ya Rasulullah, inna natubu ila Allah. Sa u dërguar i Zotit, ne pendohemi tek Allahu dhe heqim dorë. Prandaj mos u mërzit me ne. Pra,
Këto ishin pyetje të tepërta, pa nevojshme. S'kishin ndonjë dobi pyetje të tilla. Po ndoshta njeriu mund ngjohet në përgjigje që nuk i pëlqente. Pyetja në formë tallje, për lojë, ka dhe njerëz që pyesin për të tallë, për hotën për shemb. Ka vënë lojë hotën. Sidomos njerëz që nuk kanë iman, njerëz të këqij. Por ka dhe musliman që bëjnë pyetje provokuese. Ose për të tallë. Allahu na rrit. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu qala كان الرجال يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم استهزاء فيقول الرجل يا رسول الله من أبي ويقول الرجل تضل ناقته أين ناقتي فأنزل الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. Thot njerëzit e pyesin Muhammedin sallallahu alaihi wasallam në formë tallje, në gjëra të ndryshme. Dikush thoshte o i dërguar Allahut, kush është babai im? Një tjetër thoshte më ka humbur deveja, ku gjendet deveja ime? Dhe Allahu lartësuar për shkak të pyetjeve të tilla shpalli ajetin: o besimtar, mos pyesni për ca gjëra të cilat nëse do të tregohen, do të hidhrojnë. Nëse do të tregohen, do të dëgjoni përgjigje hidhruese. E treta, pyetje për gjëra të cilat nuk kanë ndodhur. Kjo është e katërta në fakt, pyetje për gjëra që s'kan ndodhur. Ne do të pyesim për gjëra aktuale, për gjëra që na kanë ndodhur, për gjëra që kemi të nevojshme. Ndërsa për gjëra të hamendsuara, cilat nuk janë realitet, nuk ka pse të pyesim. S'ka ndonjë dobi. Prandaj kur e pyesin Zeid ibn Sabit radhiyallahu anhu për diçka, thoshte, a ka ndodhur kjo gjë? I thoshin jo. Atëherë thoshte lëreni derisa të ndodhë. Pastaj pyesni. Omer radhiyallahu anhu thoshte uharriju alaykum an tas'alu an ashya'a lam taqa fa inna fima waqa'a shughlun amma lam yaqa. Thoshte, unë kërkoj për jush të mos pyesni për gjëra që nuk kanë ndodhur. Sepse gjërat që kanë ndodhur na mjaftojnë, të japim përgjigje atyre, do të merremi me to. Dhe kush merret me gjërat që kanë ndodhur, nuk ka nevojë dhe nuk ka kohë që të merret me gjëra të cilat nuk kanë ndodhur. Pyetja për t'i bërë shtrëngim vetes dhe për t'i vënë muslimanët në pozita të vështira. Ka njerëz që kanë hall t'i vënë muslimanët në vështirësi. Tu shtrëngojnë fenë njerëzve. Ka edhe në kohën tonë njerëz që anojnë vetëm nga ekstremi, vetëm nga shtrëngimi, sikur që ka edhe njerëz që anojnë nga tolerimet, nga lëshimet. E vërteta është në mes. As me shtrëngimet e teprimet, as me tolerimet dhe lëshimin e rregullave të fesë. Po në mes. Aty ku ka bërë lëshim shariati për lëshim. Aty ku ka bërë shtrëngim për shtrëngim. Çu duhet besimtari me u dorëzu plotësisht Allahut subhanahu wa taala. Natyrisht ata njerëz që janë nga lëshimet dhe nga tolerimet, pëlqejnë fetvat dhe dietarët apo ato mëdhëbe që bëjnë lëshime. Edhe Zoti di shumë se përputhet kjo me ajetet e hadithit apo jo. Është hak të gjë apo jo. Vlerëson ato që i bën lëshime, i bën tolerime, i bën çefi. Nga ana tjetër, ata që janë nga teprimi dhe shtrëngimi, pëlqejnë vetëm ata që u bëjnë shtrëngim dhe e shohin vërtetën vetëm me këtë sy. Dhe nuk do t'ja dinë se shariati ka bërë lëshim, shariati ka bërë lehtësim. Ky shtrëngim nuk është prej fesë, ky lloj teprimi nuk është prej fesë Allahut. Ky lloj teprimi i vë musliman pozita të vështira. Teprime dhe ekstreme të tilla nxisin më shumë liberalizimin, shturjen dhe lëshimin e rregullave të fesë. Nuk duhet t'ia dimë këto gjëra. Ne themi e vërteta është në mes. Atëherë, t'jap një shembull, Banu Israilit e tepruan me pyetje. Allahu i urdhëroi që me thërë një lop. E dini atë histori? Një person kishte vrarë të afërmin e vet për t'i marrë pasurinë, trashëgiminë.
dhe do të thënë akuzojnë një fis tjetër, një lagje tjetër. Ja hedhin fajin një lagje tjetër. Do thonë që s'kemi bërë gjë. Shkojnë për të gjykuar ke Musa alayhis salam, që ta gjinte fajtorin. Musa do I vinte shpallja. Dhe Allahu urdhëron Musa alayhis salam që të thotë thejë një lop, që gjejnë se kush është kriminali fajtori. Ata I thanë Musa ti po tallesh me ne? Sa kjo është urdhri I Allahut, mos e thonë të Allahut tallem. Atëherë ata thanë lutë Allahun të tregojnë se çfarë logë është ajo. Musa alayhis salam u tha ajo nuk është as një logë e vjetër, as një logë e re, po është e mesme. Tha lutë Allahun të tregojnë çfarë ngjyre ka. Musa alayhis salam tha Allahu I lartësuar thotë që është një lopë e verdhë, me ngjyrë të verdhë të ndezur, I pëlqen shikuesit. Tha lutë Allahun e taktojnë tamam se kush është lopa, sepse lopë të tilla ka shumë, edhe ne jemi të hutuar, nuk dim ç'të bëjmë. Për pak qenë duke mos e zbatuar urdhrin. Atëherë Allahu taktoi se kush ishte lopa. Edhe e cakton lopën, mirë po atë lopë e kishte një person, përmendet se e kishte një jetim, edhe e mbante shumë shtrejt. Përmendet në për tefsiren, kjo nuk është se është përmendet në ndonjë hadith të saktë, na mjafton fakti me fjalë që e blen lopën me çmim më të shtrejt mundshëm. Përmendet që e kanë peshuar me flori. Allahu e di më së miri që ta blejnë atë lopën, e therrën dhe mbasi e therrën, morën një pjesë të mishit të saj, se kështu dha urdhër dha Allahu në Kur'an, qulna dribuhu bi ba'dihha, ja hodhën varret, çohet ai burri, viktima, edhe thotë që vrau filani, edhe pastaj kthehet përsëri. Ky është edhe një fakt për ringjalljen, për fuqinë e Zotit mbi ringjalljen. Ajo që na intereson ta theksojmë ne këtu me shumë gjërave, është fakti se sikur ata të kishin therrë çfarë do lloj lope. Kur morën urdhër për herë të parë, kishin zbatuar urdhrin, e dyta ishte realizuar gjithë kjo, edhe nuk do ishte munduar kaq shumë. Mirë po ata I bën shtrëngim vetes, dhe Allahu I lartësuar u shtrëngoi gjërat. E gjashta ose e shtata, pyetja për gjëra të cilat nuk mund të njihen. Nuk hyn kapacitetin e njeriu. Si ka dot njeriu? Për realitetin e shpirtit. Shpirti ekziston, por se ka në realitetin e tij. Se për shembull, çish mund shpjegohet? Robi shef në ëndër se filoni do bëjnë aksident, do vritet, do psojnë këto dhe ato në filon ditë, në filon vend. Edhe me të vërtetë ashtu ndodh. Tjetri shef në ëndër se vajza e tij do të martohet me filonin në filon vend. Dhe me të vërtetë ashtu ndodh. Po të pyes këtu, disa për jush me siguri mund të kenë gjuhë për ëndra të tilla, që filoni ka pa ëndër dhe I ka dalë kështu dhe ashtu. Se thonë të shafirët, thonë ëndra të janë refleksione, domethënë njeriu përfundon ato gjëra që ka pas menuar, gjëra që kanë munduar. Rregull, për ato që I ka pas ditë. Po diçka që s'e ka ditë. Si ka mundësi që I vjen informacioni I hollësishëm, që do ndodh kështu dhe kështu dhe kështu, edhe ndodh në mënyrë identike siç e ka pa. Kjo nuk ka shpjegim tjetër, vetëse ka shpirt, njeriu do të copishi. Dhe këto ëndrat, kjo është një ëndër, domethënë është nga Allahu I lartësuar. Ka dhe një mundësi tjetër, po unë nuk po ta tregoj tani në fjalë. E rëndësishme ka ëndra që janë inspirim nga Allahu subhanahu wa taala, ka dhe qafira që shohin ëndra dhe u dalin siç I kanë parë, jo vetëm muslimanë në fjalë. Shpirti ekziston, njeriu hidhrohet dhe pikëllohet, ka lumturi, ka mjerim e kështu me radhë. Pyetja për realitetin e shpirtit, yes'alunaka 'anir ruh, qul ar-ruhu min amri rabbi. Pyetja për realitetin e dënimit varrit. Dënimi I varrit ekziston, begatia në varr ekziston, edhe pse ne nuk e kapim diçka të tillë. Dhe ndonjëherë Allahu e zbulon dënimin e varrit që ta kuptojnë që njerëzit ta marrin vesh me fjalë, që ka dënim varr, Allahu na rujt. Ka një për shembull, ka treguar dy vëllezër musliman, shqiptar. Njëri për tyre ka gjuar vetë dënimin varr. Nuk besohen ato derisa dikush shkoi ke varri, ngjoj atje, domethënë ngjoj ose pa dënimin. Edhe erdhi na tha nevi ishte I tërshtuar, thotë. Mu nuk po besohej derisa vajza të dëgjova ato të pash vet.
dënimi ke varri. Një rast tjetër, një vëlla musliman nga Shkodra, ka kalu ke Varreza, ishte një person që sapo ishte varrosur, edhe 13 mushka e tij e dëgjon dënimin, domethënë kur dënohej ai personi i sapo varrosur. Ka plot raste të tilla. Pavarësisht se në përgjithësi njerëzit nuk e shikojnë, nuk e dëgjojnë dënimin e varrit, por ndonjëherë Allahu zbulon diçka të tillë që njerëzit marrin mësim. Gjithashtu nuk mund të njohim, nuk e kapim dot realitetin e melekëve, ato ekzistojnë, por nëse kapim dot shumë gjëra mbi realitetin e xhenetit, xhenemit, nuk i kapim dot të gjërat ghaibin, gjërat e fshehta, nëse i kapim dot i besojmë, po nuk i kapim dot realitetin e cilësive të Zotit, ne nuk e dim, i besojmë cilësitë e Allahut, e njohim Zotin, e njohim cilësitë e Tij, i pranojmë gjitha. Por realitetin e tyre ne nuk e njohim dot, nuk e kapim dot, se kaq kapacitet na ka dhënë Allahu subhanahu wa taala. Po. Pastaj pyetjet e vështira janë ose detyrë, ose fard kifaje, ose të pëlqyeshme, ose të papëlqyeshme, ose të lejueshme. Është detyrë pyesur për gjëra që i ke detyrën te. Për mësu, për namazin, rregullat e namazit, cilat duhet i dish patjetër. Kush ka pasuri, ka detyrë të pyes për zakatin, zakatin e pasurisë vet, në rregull. Fard kifaje për shtu dituri. Një pjesë e njerëzve e kanë detyrë me marr dituri. Fard kifaje është detyra kolektive, nuk është detyrë individuale, nuk është detyrë çdo njeriu. Ka dhe raste kur pyetja është e pëlqyeshme, ka dhe pyetje të papëlqyeshme, ndoshta pyetjet e papëlqyeshme disa detyra mund të përfshihen në raste që përmendëm. Ka dhe pyetje të lejueshme, si pyetja për punë dhe muhabete, dynjaje, të cilat nuk kanë lloj dobi. Kundërshtimi i pejgamberëve, siç e përmendëm pak më parë, sjell shkatrim. Ndaj vëllezërve duhet pranohen rregullat e fesë, urdhrat, dispozitat, mos i kundërshtojmë, sepse kundërshtimi i pejgamberëve të Allahut sjell shkatrim. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam çka ka thonë në këtë hadith, ka thënë merrni ato që ju kam dhënë dhe ruhuni nga kundërshtimi, nga pyetjet e shumta, sepse ata që janë para jush i shkatruan, pra ky është kuptimi i hadithit, i shkatruan pyetjet e shumta dhe kundërshtimi që bënin ndaj pejgamberëve të Zotit. Popullin nuk të shkatruan, për shkak se kundërshtuan pejgamberin e tyre. Allahu ka thënë në Kur'an: "Wa qala Nuhu rabbi innahum 'asawni wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara." Nuhu tha Zotim, ata më kundërshtuan mua dhe ndoqën ata të cilët nuk u ka shtuar gjë tjetër, pasuria dhe fëmia vetë humbje dhe shkatrim. Dhe Allahu ka përmendur, pra ata më kundërshtuan thotë mua, popullin. Më pas Allahu në tur ka thënë mimma khati'atihim ughriqu, për shkak të gjunaheve të tyre, ata u mbytën, u shkatruan. فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. Ai dihet në Kur'an thotë letruan ata të cilët e kundërshtojnë udhën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam se mos u bie ndonjë dënim. Se mos u bie dyshim ose se mos u bie devijim në zemër, apo se mos u vjen dënim e dhëmshëm. Kush kundërshton pejgamberin alayhi salatu wassalam, kush nuk pranon gjërat që solli dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, lajmet, urdhrat, ndalesat, ligjet, rrezikon që t'i linë dyshim zemër, përfundojnë devijim, rrezikon të marrë dënim të dhëmshëm nga Allahu i lartësuar. Allahu na ruaj. Hadithet tregon se në parim njeriu nuk ka përgjegjësi, derisa vjen argument që ngarkon me përgjegjësi. Dharuni ma taraktukum. Hadithi gjithashtu tregon. Lërmëni ose mjaftohuni me ato gjëra që u kam dhënë. Prandaj nuk diçka që s'ka bën të ndaluar shariati nuk lejohet ta bëjmë të ndaluar. Diçka që nuk na e ka bën detyrë shariati, nuk lejohet që ta bëjmë detyrë. Se parimisht, sipas këtij hadithi, njerëzit janë të lirë nga detyrimet derisa ato të caktohen nga shariati.
Elusë Allahu subhanahu wa ta'ala që t'i bëjtë dobishme të që gjuam, alhamdulillah rabbil alamin.